Kjo nuk është hera e parë që flasim për kancerin dhe gjithçka që ai përfaqëson. Sfidë, frikë, forcë dhe shpresë. Por është një temë që sadoherë që ta trajtojmë gjithmonë mbetet aktuale dhe kërkon të ritrajtohet. Sepse përtej statistikave dhe diagnozave qëndrojnë njerëz, histori dhe përparime të reja që meritojnë të ndahen. Pikërisht për këtë arsye sot e rikthejmë këtë temë me një zë të njohur dhe shumë të respektuar në fushën e onkologjisë, doktoresh Dafina Ademi Islami, një profesioniste që jo vetëm trajton, por edhe frymëzon që i sheh pacientët përtej sëmundjes dhe që ndan me ne përvojën, sfidat dhe përparimet më të fundit në këtë fushë. E mos harrim që ky projekt që është në partneritet me Telegrafi dhe IPCO mbështetet nga United Hospital. Përshëndetje doktoresh dhe mirë se erdhën në podcastin Shëndetin rend parë. Faleminderit, përshëndetje dhe juve, faleminderit shumë për ftesën. Doktoresh, para se të fillojmë do doja shumë që ta kisha një imazh dhe një background tuaj, se cili ndi ideja që ti hysh kësaj fushë. Një fushë shumë delikate, specifike, por edhe shumë e përhapur, sidomos në këto ditët që flasim sot në fushën e onkologjisë, pra flasim për sëmundjen e kancerit. Kështu, si person edhe si e vogël i kam pas gjithmonë qëllimet e qarta në jetë. Edhe kur u afruar fundi shkollës mesme, kisha synimin me u bë mjeke. Po si gjithmonë konkurenca shumë e madhe në fakultetin e mjekësisë, edhe doja me pas edhe një synim dytë timin në mendje, që në rast se nuk pranohesha, orientohesha diku tjetër. Nuk kam qenë prej atyre që ju pres edhe një vit edhe dy, jo, i kam pas shumë synimet e qarta. Edhe synimi im i dytë ka qenë matematika, domethënë shkenca matematikës. Ndodhi që u pranova me të parën, domethënë edhe matematika mandej mbet kështu në kujtimet e mia. Po, edhe sot e ushtroj me fëmijët. Një shkencë që ndihmon Zakonisht shumë. Është shkencë natyrore, padyshim që ka gjithmonë atë pjesën e vet edhe ndikimin e saj në çdo shkencë tjetër. Pranova në fakultetin e mjekësisë, studimet shkuan, filloi lufta, u rikthym prap, me rikthimin që patëm vitin 99 në fakultetin e mjekësisë, shëndetësia ishte kaotike, ende jo gjithçka e qartë, në çka ofroi dhe çka bëhej. Kosova ishte një vend tranzicioni sipër. Shëndetësia besa në atë kohë nuk ka qenë prioritet akoma. Funksiononin me fondacione, me ndihmesa nga jashtë. Edhe ai tranzicioni gjithë popullit. Po, gjithë popullit. Edhe ne ishim shumë me fat edhe u gëzuam shumë që u kthyem në institucione publike. E kishim pacientin përpara, kishim vendet reale, të prekshme, kështu që ishim shumë entuziast si gjenerat. Edhe pse kemi kalu shumë tranzicione, edhe vetë fakultetin e mjekësisë, si improvime, si në krejt, domethënë edhe në sillabusin e fakultetit, megjithatë ishim shumë entuziast. Studimeve po ju afroi fundi, edhe si studente e dalluar, unë ftohem në një projekt bashkëpunimi me Dartmouth Medical School, New Hampshire në Amerikë. Për një muaj qëndrimi, bashkë me një koleg timin që sot është gjithashtu onkolog, edhe rastisi fatin e të shkonim atje për një muaj, një prej top 10 shkollave më të mira amerikane për mjekësi, edhe në spitalin e tyre në Dartmouth Hitchcock Hospital. Edhe ashtu me zgjedhjet e mia u afrova me një ginekologe onkologe. Ishte rastësore, në kuptimin që unë doja t'i shafë një ginekologe, por nuk e kisha pas idenë që ajo ishte specifike për onkologjinë. Deri në atë kohë, unë kishim kalu një provim onkologjie, po jo që kishim parë pacienta konkret në për klinika, sepse nuk ekzistonte realisht në një ofrim i shërbimit kur po flas unë më njëherë në periudhën e pas luftës. Edhe shkurja në Amerikë ishte vitin 2001-2002, kështu që mundi me marrë me mend që kanë qenë hala fillimet e para në sistemin shëndetësor pas luftës. Edhe ajo një ditë, po të Dafin shkojmë tash, një pacient me kancer të vezoreve na pret në klinikë. Se e kishte qartë ajo paraprakisht cili pacienta vinin, i kishin gjithçka me orar. Edhe o tash, sa mirë ta shohim si do shkoj. Në ato paraftyrime e mia, mendoja një paciente të lodhun, të molisun, të humbun, trishtuar, sëmundjen e saj, të përcjellur me plot familjar për rreth, që s'do me ditë për shërimin, që reziston. Edhe kur po hyj, po e shoh një grua e veshur mirë, e rregulluar, e qetë. Kishte marrë gjatë kohës sa ka prit doktoreshën një fletushk për kanceret ginekologjik që ofrohet për pacient, një fletushk vjedisuese për
çka ndodh në rast trajtimi, çka pritet për efektet anësore. Edhe që e kishte lexuar dhe po e mbante në dorë shumë e qetë. Ulëm të dyja bashkë edhe doktoresha filloi bisedën. Edhe në bisedë kuptova që ajo ishte vetë pacientja. Edhe nuk po kuptoja dot, nuk e merja me mend se si është e mundur një paciente e posa diagnostikuar me karcinom vezoreve, kishte kaq e qetë, të fliste aq me qetësi. Çfarë kishte ndikuar te ajo tek qetësia e saj? Informacioni. Okay. Informacioni sakt. Edhe doktoresha që po ashtu me një qetësi, nuk e di, briljante, merr letrën në dorë, vizaton mitrën vezoret, i tregon shumë thjesht me një vizatim shumë thjesht se si duhet operuar, se si duhet hiqen, edhe cila është procedura post-operatore që ka e pret pacientën, domethënë kimioterapia. Edhe ajo i bëri pyetjet e veta që i kishte shtruar gjatë kohës sa ka prit doktoreshën, me ato që i ka pas qartë nga informatori që kishte marrë. Edhe po me qetësi, i shtroi pyetjet, edhe në fund u dakordu që të filloj dhe të vazhdoj trajtimin deri në fund bashkë me doktoreshën. Them drejtën, unë përjetova një lloj shoku social në kuptimin që si është e mundur një paciente me kancer të jetë aq e qetë, edhe doktoresha aq e qetë në komunikim, të bashkëpunojnë mes vete, të flasin fjalë të qeta, pa ngurru, pa ndikim nga tjerët, dhe pacientja në fund ishte e vetme, domethënë nuk ishte marrë askënd prej familjes të ishte prezent. Ja tha me atë qetësi diagnozën, sa nuk e di, e shtroi aq bukur sa thoshe ajo po thot pacientja që sa me fat jam që kam kancer. Domethënë aq me mënyrë të qetë dhe të bukur e shtroi situatën. E përfundum edhe i thash doktoreshës, doktoresh më ke fascinu. Unë nuk kam pas njëherë një qasje tillë, as ma pak me një pacient me kancer diskutohet në këso forme. Po flas vitin 2002, kur për kancerin në Kosovë as që është folën atë kohë. Edhe tha, po Dafina, kështu është, tha. Po, thash, më keni habit, thash, po dhe më keni dhënë një ide për të ardhmen besoj. U ktheva nga Amerika, përfundova fakultetin, bëra edhe dikureth, si mjekë e përgjithshme dikureth gati 4 vite, punë në PEJ, në Qendrën e Mjekësisë Familjare numër 4, u hap konkursi, edhe unë edhe motra, me qenë se jemi të dyja mjeke, kishim hallin çka do marrim për specializim. Edhe shikoj konkursin, edhe në konkurs ishte onkologjia. Po ju thash në fillim që unë gjithmonë i kam pas qëllimet e qarta, edhe kam zgjedh 2, edhe mandej cilat të ofrohet. Drejtë me ju thanë, kur më tha motra, tha, onkologji, po pse ta onkologji? Thash, po se nuk ka në Kosovë. Doj me bon një profesion, diçka që sjellim diçka të re në këtë vend, shohim diçka, një profesion që është i kërkuar, që është deficitar, që nuk e kemi ne aktualisht, si të thonë, stabilizuar në një qendër të vetme. Se shërbimet onkologjike ofrueshin sikur të shpërndara. Edhe tha, po tjetër, kino një ide. Thash, jam mes onkologjisë edhe patologjisë. Tha, po pse patologji, motra prap. Thash, po nuk e di. Thash, me gjitha te onkologjia për mu mbetet e para, se gjithmonë, andrërimja ka qenë puna klinike me pacientin. Ndërsa patologjia është ma tepër fokusin mostrat indore, do më thonë mikroskopi, po gjithmonë kisha dëshirën e komunikimit, bisedës, shtrimit problemeve, të halleve, zgjidhjes mos zgjidhjes, rrugtimit përbashkët me pacientin. Edhe ajo tha, okej, nëse ti dakordohesh, atëherë e provojmë onkologjin. Edhe unë edhe motra, shkuam në onkologi dhe morëm specializimin për onkologi. Të dyja. Dhe sot kemi një onkologe, dy onkologa. Unë edhe motra ime Adelina. Mandej vazhdum specializimin, e morëm ajo ana humane, drejtë me thonë. Kuptimi që kem të bëj me një grup më vulnerabil pacientëve me smundje kronike, si që janë ata me smundje kanceroze, ka qenë ajo idea që më ka shty të mire me një onkologji, që në kohën kur ne kemi marrë, ka qenë edhe si term jo shumë i pranueshëm, jo shumë i përshtatshëm, po dhe ka qenë i panjohur. I panjohur për atë periudhë të popullatës, me cilën nuk dini se me çka përballeshin. Po, shumë e vërtetë. Ndërsa sot e kemi mjaft përhapur në vendin tonë. Doktoresh, me që edhe ju dhe motra në një familje, një të dyja onkologe, si është të jesh me motra në një specializim, në një profesion të njëjtë?
është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë dikujt, veçnarisht nëse mirë me një profesion si onkologjia. Ajo është forca ime, çdo ditë në vendin e punës, edhe unë besoj e saja, kjo është reciproke. Nuk ka më mirë në onkologji se të ndash mendimin me një profesionist dytë, me një profesionist tretë, ky është edhe çelësi i suksesit. Nëse më shumë mjek konsultohen mes veti, edhe rezultatet në pacient, mbijetesë janë më të mira. Kështu që të marr parasysh që këto smundje gjithashtu kanë edhe atë ngarkesën tjetër, përveç profesionale, kanë edhe emocionalen, me pas personin e afër diku afër që t'jep forcë, mbështetje, edhe atëherë kur gjëra duken të pamundura për mu arrit, është diçka e papërshkrueshme. Kështu që unë fat e kam që kam Adelinën afër, motrën, dhe të dyja bashkë mendoj që e komplementojmë, e përmbushim njëra tjetrën. Sepse smundja e kancerit kërkon shumë durim, kërkon shumë edhe kohë, ndoshta edhe shpresë. Po. Për pacientin, për atë që ju keni përballë dhe që ju e trajtoni. Por dhe nga ana psikologjike, rastin që tregove në Amerikë, mendimi im, gjysma e shërimit së smundjes është ana psikologjike. Kështu që shumë ka të bëjë se si trajtohet pacienti, komunikohet me të, dhe se si ai e akcepton e planon smundjen që është duke e kapur. Por më e mirë është fjala. Fjala mirë shëron, nuk e ka thonë këtë populli. E vërtet. Do të thënë ka një prapavi diku që fjala mirë shëron. Edhe këtë e ndjejmë çdo ditë në klinik, doktoresht na shërove me fjalë. Edhe nga njëherë kjo besoni çon më shumë peshë, ndoshta se edhe trajtimi specifik onkologjik. Kur ata ndjejnë një afërsi, kur ata kanë një besim, edhe ku aty futet mandej edhe shpresa, rezultatet janë shumë më të mira. Shumë e vërtet. Doktoresh, me që jemi tek pacientët, cila ka qenë përvoja juaj më e vështirë dhe ajo më frymëzuese gjatë punës suaj deri më tani? Përvoja kemi mjaftueshëm, po bojmë 15 vite në këtë fushë. E përmenda specializimin, 2 vitet e para kemi bën pjesën e përgjithshme në qendrën klinike universitare, 1 vit e kemi bën në qendrën spitalore universitare Tiranës, në Institutin e Onkologjisë atje, dhe 1 vit në Institutin e Onkologjisë në Shkup, Maqedoni. Me qenë se kemi qenë gjenerata parë, kemi pas prekur dhe rajonet. Edhe rajonet. Kemi pas fatin, po të njëjtën kohë edhe me perceptu pak në format ndryshme, me qenë se ata ishin klinika që ishin me përvojë gjatë. Sigurisht. Kishin numër të madh pacientëve. Edhe unë gjithmonë kur jemi në Shqipëri tham, ne jemi produkti juaj. Domethënë jemi gatu mënyrën besoj më të mirë të mundshme, se gjithmonë na kanë thonë merrni veç gjërat e mira prej nesh, jo ato të këqijat. Kështu që besoj jemi mundu mi marr vetëm gjërat e mira. Unë mbaj mend nga ajo periudhë 2 vjeçare jashtë Kosovës. I kam hala parasysh pacientat nga Kosova, pacientat tonë që merrnin rrugën për Shqipëri, e që në atë kohë nuk ka qenë tuneli Kalibashit. Domethënë i binin rreth e rrotull, nga rruga e vjetër e Kukësit. Nga rruga vjetër, nga Maqedonia, që ishte rruga akoma më e gjatë. Edhe mundeni me marrë me mend një pacient me kancer, ndoshta dikush i lodhun, ndoshta dikush me efekte anësore të patrajtuara, pa informacione, kur shkonin në një klinik, dhe mendoj që çfarë do qoftë në Tiranë, qoftë në Shkup, unë mendoj se kur je larg familjes, ajo bëhet më e vështirë. Afër familjes, rrugtimi është më i qetë. Është më i qetë, është më i pastër, është më mbështetës. Dhe ndryshe është kur je në një vend larg familjes dhe je i vetëm ose e vetme me një person se këtë familja nuk mundet me marrë rrugë, me shku dhe me mbështetë personin fjalë. Dhe të me thanë edhe me kolegë gjithmonë e kemi thanë, se kemi qenë grupi onkologëve atje, që a vjen dita më shpejt bëhet një klinikë e onkologjisë edhe t'i shohim pacient që vinë klinikën e onkologjisë dhe trajtohen këtu. Sot kur i shohim është kënaqësi, besoj që kemi arrit, është stabilizu klinika, kemi një klinikë në vend, edhe ata kanë derën hapur në klinikën tonë. Vetëm ata që kanë kalu në për katrahurën e udhëtimeve, që kanë shku qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, e dinë se çka do të thotë kjo. Unë nuk do ta zgjas më shumë, mirë po dinë se sa ka qenë problematike.
E kjo ka qenë një sfiduese, ka qenë një jashtëzakonisht. E mos ta përmendim ande në anën financiare. Gjitha të inkorporume në një. Dhe kjo ka qenë ai qëllimi që si t'ja bëjmë që sa më shpejt dalim edhe të punojmë. Për neve ka qenë, drejtën me thënë edhe një shtytje përpara, ka qenë motiv që ne të bëhemi të mirë, të punojmë sa më shumë, që t'jemi të mirë, t'ja dalim kry me profesionin që bëjmë. Normalisht falë mentorëve që kemi pas atje, që kanë qenë mentor me përvojë jashtëzakonisht gjatë dhe të mirë. Dhe që ja kemi kalu shumë mirë. Nëse ndaj një histori tjetër personale, gjithmonë janë rastet shumë individuale, me të thënë drejtën, nuk e kam përmend asnjëherë. Ka qenë një rast, grua me kancer gjirit, stadi 4, metastatik, dhe filloi trajtimin, moshe re, edhe vjen një ditë, edhe sa herë vinte për terapinë e radhës, ma sjellte një çokoladë, ta kanë dërguar fëmijët e mi, edhe në bisedë sipër më tregon që 2 fëmijë janë në shkollën fillore, fëmijë vegjël, edhe thash që çokoladat i thonë mos mi sjellin më, po çka munden ata me bo është një vizatim. Tash unë i kam shumë që vizatimet. Tash një vizatim, do doja ata të ma bënin edhe të ma sjellnin. Radhën tjetër, vjen pacient jam fjale, sjell vizatimin, edhe tash interpretimi nga ana ime. Nuk e di sa jam unë artiste në trajtim, po shon vizatim që fëmijët kanë vizatu një nanë me 2 fëmijë për dore, edhe duke dalë prej një klinike, një spitalit vogël, që sigurisht ka përfaqësuar mendjen e tyre qendrën ku nana ka qenë, drejt një spitalit madh me dritare të mëdha, i bëmi bukur, i ngjyrosun bukur, edhe ata ajo me buzëqeshje me ata për dore drejt spitalit madh. Edhe e shem andej edhe peshën ndikimin që ka smundja në familje, në fëmijë, veçanërisht në fëmijët vegjël. Pacientja nuk ja doli, për fat keq, përkundër përpjekjeve maksimale, edhe momentin kur familjarët ma konfirmuan, përveç pacientës, mendja më shkoi edhe te 2 fëmijët. Edhe thash me vete që nëse është rënu ajo pamja e atij spitalit bukur të madh në botën e tyre të vogël. Edhe s'do doja të rënohej. Kjo ka qenë ajo më e prekshmja. Nga se ndoshta vajza nesër dëshiron mu bo mjeke, kështu që kudo që është e kisha inkuraju, mi vazhdu ëndra tutje, nga se gjithmonë shpresë ka. Një diçka tjetër për rastet e mira, që mos ta kthejmë veç në këtë anën, se kemi shumë histori. Është rast që të emocionon, deshe ti prekesh, sepse ne po dëgjojmë për ditë raste të ndihshme që ti si person nuk arrin dot t'ju ndihmosh për ti mundësive tua, edhe si profesioniste, ju bëni çdo gjë që është e mundur, po deri aty sa keni mundësi, arritshmëri, sepse me të vërtetë sëmundja e kancerit është shumë e egër, ashtu siç kemi dëgjuar dhe siç kemi parë në raste të ndryshme në. E tash me kthy pak në drejtim tjetër, me dhënë bisedës një kohë. Sepse po e kam dhe pyetjen si ndikon profesioni juaj në jetën personale dhe emocionale, po me të vërtetë është po. Se shiqoni, sot krahasu me 15 vite me parë, më gëzon fakti që unë kam paciente në stad 4 të smundjes që kanë arrin mbi 10 vjeçare. Kështu që një dekadë jetë i thonë asaj. Me vërtet. I thonë një dekadë jetë, kështu që ajo është një lloj frymëzimi për rastet që kapen vonë, që diagnostikohen vonë. Trajtimi të mirë ka jetë. Ka jetë, trajtimi të mirë që kemi, ka jetë edhe jetë kualitative. Domethënë që kam raste në atë stad që s'kan ndalu asnjëherë punën e tyre. Edhe trajtohen edhe punojnë vazhdimisht. Vërtet. Kështu që këto janë ato historitë që të frymëzojnë çdo ditë. Po sa ndikon profesioni juaj në jetën personale dhe profesionale? Pra gjithë kjo që ju këtë punë domethënë që e bëni. Kështu sa do doja me nda me thik. Edhe thonë drejtën, unë ju lakmoj njerëzve kur thonë unë ndaj profesionin shumë mirë. Po sa shkojnë në shtëpi, mbyll derën, ma nuk mendoj për punën.
unë nuk jam ai tipi. Dhe përkundër 15 viteve akoma nuk po mundem me bëhat ndarjen që kur shkoj në shtëpi, unë jam e qeta, i kam lënë gjitha mbrapa, vazhdoj se jam anvise, jam nane 3 fëmijëve, gatuj, bëj gjitha, mirë po nëse me pacientin jemi 24 orë në mënyrë drejt për drejt, unë edhe 3 orazi jam e lidhur. Në kuptimin që brenda ditës unë marr me 10 mesazhe, pyetje, sqarime nga pacient, nga familjar. A e keni përcuar ndonjëherë Cilave ju përgjigjem? Po, që e keni përjetuar, domethënë punën tuaj tek familja, tek fëmijët? Po, padyshim që po. Kështu, tash edhe një herë do doja të ishte ajo ndarja, po jo, nuk është e mundur. Domethënë ka raste që prekin thellë, edhe ti një farë forme lidhesh me familiarizohesh me personazhin, nga njëherë ishe fëmijët e tu që janë moshe fëmijëve të pacientës, e vendos veten në anën e kundërt, ishe sa është e vështirë dhe sa është sfiduese trajtimi i kancerit në përgjithësi, që implikon shumë aspektin emocional, social, familjar, e mos përmendim edhe atë financiar. Kështu që besoni me ato përgjigje që jap gjatë ditës, domethënë ti je patjetër, është ai meraku që ti çka ndodhe, një efekt ansor, ku me u lajmëru, ku me shku, janë gjitha këto që nuk bëjnë ty as let me nda jetën, po edhe mjeku është një profesion që me të vërtet dush me qenë shërbim gjithmonë të pacientëve. Edhe ky fakt edhe më ka bë me hulumtu edhe tutje, një pi arsyeve tjera të mia është që edhe hulumtimin e doktoratës e kom pas pikrisht për kancerin e gjirit, për ndërlidhjen e nëntipeve molekulare me faktorët e rrezikut dhe sindromën metabolike, që me bë diçka të mirë, gjejmë diçka, bëjmë një gur ta vendosim këto themelet që po ngriten për trajtimin e sëmundjeve kanceroze në përgjithësi, po normalisht që ndikon. Mi po në anën tjetër, duhet edhe një gjë me pas qartë, se ne jemi partner me pacientin, njësoj si kur mirëqenja e pacientit është rëndësishme edhe mirëqenja e mjekut. Domethënë kjo është ajo dyshja që duhen me qenë të dytë në gjendje të mirë për me funksionu si me një simbiozë bashkë njëri me tjetrin. Doktoresh, sa është e rëndësishme zbulimi i hershëm i kancerit dhe cilat janë shenjat që njerëzit shpesh i neglizhojnë? Unë disa herë kam potencu që e para është që mundet mu parandalu, dikurat 40% kancereve mund parandalohen nëse ne ndryshojmë vetëm stilin e jetesës, që nënkupton ma shumë aktivitet fizik, që nënkupton jetë pa obezitet, pa mbipesh, jetë pa duhan, jetë pa alkohol. Tjetra vjen mandej zbulimi i hershëm. Domethënë e para është parandalimi, mandej vjen zbulimi i hershëm. Zbulimi i hershëm është shumë i rëndësishëm. Njohja, gjetja e kancereve, akoma pa i përjetu pacientja simptomet, është shumë i rëndësishëm. Janë disa lloje të kancereve, nga se jo gjithë munden me u parandalu edhe me u kap herët, për shkak biologjisë secilit kancer ndryshe dhe veç. Kanceri i gjirit, kanceri i qafës mitrës, kanceri i zorrëve kolorektal, janë kancer të cilët mund të zbulohen herët. Domethënë pa pas pacienti shenja dhe simptoma, edhe kjo quhet screening dhe ka për qëllim zbulimin e hershëm këtyre sëmundjeve, që nënkupton ne bëjmë një target, një cak e vendosim popullat, po e fillojmë me gjirin, me qenë se ka qenë edhe muji tetor tash që kaloi, dhe themi që në Kosovë gjitha gratë po e zonë mbi moshën 50 vjeçare duhet ta bëjnë një mamografi një herë në 2 vite. Në 2 vite. Një herë në 2 vite. E kjo është screening. Do të thotë ato gra janë gra të shëndosha, konsiderohen gra pas mundje, dhe ne i targetojmë, i fusim në targetin edhe të cakur, edhe tentojmë mi zbulu smundjet pa pas shenja dhe simptoma. Dhe mamografia, që është një metodë screeningu, që është kryesorja, arrin mi detektu diku rreth 2 vite
para se gruaja ta detektoj vet apo ta prek vet me dorë ndoj shenjë për kancerin e gjirit. Kjo është ajo rëndësia e zbulimit hershëm. E mandej që ka narrativ edhe ka atë reperkusionin e vet edhe në menaxhimin e smundjes. Në kuptimin që sa ma herët e zbulojmë smundjen, ajo është e shërueshme. Sa më vonë ta kapim smundjen, ajo mund të trajtohet, në disa raste jo të shërohet. Që stadiet e para, stadiet e dyta, mbijetesën e kanë jashtëzakonisht mirë, do të thonë flasim për kurimin, për shërimin, krahasuar me stadiet e treta dhe stadiet e katërta, që janë stadie lokalisht avancuara dhe metastatike, ku mandej kemi probleme bjen mbijetesa e pacientëve të tilla. Ky është qëllimi, këto mu kap herët në stadin kur akoma nuk kanë dhënë shenja dhe simptoma, që me u trajtu me format cilën i takon dhe mu shëru komplet gruaja e prekun. Pra, dhe këto thirrjet që vazhdimisht kompani të ndryshme, në këtë rast edhe IPCO i bën, zbulimi i hershëm shpoton jetë, jo më kot bëhen, që të vëdisojnë qytetarët, që t'i bëjnë kontrollet sa më të shpeshta të trupit tyre, në mënyrë që të kemi reagim të menjëhershëm në kapjen e sëmundjes. Doktoresh, po sa është e rëndësishme cilat lloje të kancerit janë më të përhapura tek burrat dhe tek gratë? Do të thonë se s'kemi vetëm tek gratë kancer, po kanceri fatkeqësisht kap edhe gjinin tjetër. Po, dhe gjinin tjetër. Në vendin tonë, me qenë se jemi popullat që i takojmë moshes relativisht tre, tek gratë kanceri numër 1 është kanceri i gjirit, ndërsa tek burrat ne si kancer numër 1, do të thonë kemi kancer dominant, kancerin e mushkërisë. Mushkërisë. Krahasu me vendet e zhvilluara, ku atje tek burrat kanceri më i shprehur është kanceri i prostatës. Okej. Kjo për shkak se popullata e vendeve zhvilluara është popullat më e vjetër në moshë, do të thënë përqindjen e personave mbi moshën 65 vjeçare kanë shumë më të lartë se ne në Kosovë. Edhe kjo është arsyeja që në vendet e zhvilluara ata flasin për karcinom prostatës më të përhapur, ndërsa te ne është karcinoma e mushkërisë te burrat më e përhapur. E kap mezomoshën tek burrat pjesa e mushkërive për shkak të stilit të jetës? Po, dihet për kancerin e mushkërisë duhani. Po. Shkaktari kryesor, do të thënë 95% rasteve gati është duhanpirja. Aktive dhe pasive të dyja, që nënkupton edhe nëse konsumon vetë. Rrezikohesh, është faktor rreziku, por edhe nëse rrini në ambiente ku pihet duhan, ju mund fitoni një faktor rreziku për zhvilluar kancer. Nëse qëndroni për kohë gjatë. Edhe kancerit tek mushkërit? E tash, vendet e zhvilluara për kancerin e mushkërisë kanë filluar të bëjnë një screening apo një detektim të hershëm. Vendet në zhvillim akoma jo, për shkak se ata janë hulumtim e sipër për pa rezultatet për këtë screening apo detektim të hershëm. Nga se është tentu me u bë me CT, me kontrast, mirë po është pa që nëse ne fillojmë rrezatojmë pacient me CT, atëherë rrisim edhe rrezikun edhe nga rrezatimi që bëjmë shumë shpesh për pacientë të tillë. Mandej është pa në disa raste që kanceri i mushkërisë karakterizohet me ato qelizat që lëvizin dhe zhvillohen shpejt, dhe ka ndodhur që këtë vit ka bo personi një CT, vitin tjetër ka ardhur me kancer mushkërie. Në anën tjetër, tash kanë bërë një klasifikim pak më ndryshe, e kanë ngushtuar targetin, grupin e personave që dojnë mi hulumtu, dhe bëhet me CT me dozë të ulët rrezatimit, që në gjuhën angleze është low dose CT scan, dhe po jep rezultate. Do të thonë vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpër Evropë, nëpër vendet zhvilluara kanë filluar, po edhe screeningun për kancerin e mushkërisë, po tek ne ka filluar kjo? Jo. Do kohë. Ta bëjmë një herë për gjirin, për kolorektin edhe për karcinomën e qafës miqës, e mandej gradualisht edhe për mushkërinë. Kanë targetuar të thotë persona që pinë numër të madh pakove cigareve në ditë dhe për disa vite me radhë, mbi 5 vite, atëherë i kanë klasifikuar dhe ata kanë qenë targeti për screening, për detektim të hershëm të kanceri i mushkërive. Edhe ka rezultate pozitive në këtë drejtim. Presojmë që të vitet e nesër shpejt dhe kjo e mushkërive, sepse
Po, Kemi raste që janë të prekur me kancer të mushkërive. Aktualisht është u punu edhe për screening për karcinomën e gjirit. Okay. Edhe qafës mitrës, kolorektit, është bëhet një plan i veprimit nga ana Ministrisë Shëndetësisë, edhe unë uroj që sa më shpejt të kemi në vendin tonë screening për kanceret që kanë thënë rezultate, që rezultati qëllimi kryesor është ulja mortalitetit. Edhe këtë e ka mortalitetit do thotë vdekshmëria. Sigurisht. Këtë e ka dëshmu screeningu. Kjo ka tregu që një screening i kancerit gjirit ul mortalitetin apo vdekshmërinë e grave nga kanceri i gjirit. Tek zbulimi. Po. Doktoresh, jemi tek kanceri i gjirit, tek gratë, në një ligjërat që ju e mbajtët dhe që unë isha pjesëmarrëse, jashtëzakonisht ishe shumë e qasshme ndaj opinionit dhe mënyrës se si e shpjegoje, domethënë se si mund të gratë, se si rekomandohet ta trajtojnë veten në mënyrë që t'i kapin ato shenjat e para tek gjiri i tyre, nëse dyshojnë ose vrin diçka që nuk është normale tek trupi i tyre, tek gjinët e tyre. A mund na tregoni dhe sot se cilat janë ato shenjat e para që gratë duhet kenë parasysh, domethënë kur bëhet fjalë për kancerin e gjirit dhe sa herë rekomandohet të bëjnë kontrolla vetjake apo dhe mjekësore? Kështu tash, gratë duhet vetë ekzaminimi i gjirit është e para, e kam cekë edhe adet në ligjërat, kjo nënkupton që gruaja mi prek vetë gjitë me dorën e vetë. Po. Qofë në pozitën këmbë edhe në pozitën shtrirë, rekomandohet në të dy pozitat. Gjirin e majt me dorën e djathtë, gjirin e djathtë me dorën e majt dhe në njëjtën kohë edhe në shtetullën që ne i themi aksill. E përmenda edhe adet se cili ka qenë roli i vedisimit grave për me bo vetë kontrolla gjirit, dhe më thona ka ndiku ajo në uljet mortalitetit, e përmenda adet që në aspektin shkencor 0%. Të dhëtë nuk është që ka pas nëj ndikim. Mirë po, shtrohet pyetja pse vazhdojmë ne e promovojmë nëse ajo nuk ka pas ndoj efekt në uljet mortalitetit. E promovojmë pikërisht për shkak vedisimit, pikërisht më tregu grave që kemi organ qift. Jemi me fat që janë jashtë prej organizmit, dhe me thonë edhe mundemi lehtësisht mi prek, dhe nëse vrejmë ndryshime, me u lajmëru sa ma shpejt te mjeku. Ky është qëllimi i vetë ekzaminimit gjirit. Për ndryshe ne edhe dim se me vetën, karshi vetës, nuk mundemi me qenë edhe shumë real edhe kur vetë ekzaminohemi. Kjo është e njoftun edhe në aspektin psikologjik. Në anën tjetër, ekzaminimi klinik prej anës mjekut, gjithashtu është shumë i rëndësishëm. Mirë, po duhet me pas një parasysh për gratë që në familjet e tyre kanë të prekura me kancer gjirit. Vajzat, gratë. Do thot nëse shohim që kemi nënën, motrën, tezën, hallën, të afërmit e linjës parë, linjës dytë, prekun me kancer gjirit, kjo duhet me qenë një shenjë që ne duhet me fillu kontrollat ma herët. Kemi thonë për para 5 vite ma herët, por dhe nëse fillojmë 10 vite ma herët është ma mirë. Do thot 10 vite ma herët para se gruaja me moshën më të re diagnostikuar në familje është diagnostikuar. Kjo i bjen, nëse dikush në moshën, ka qenë mosha me arrit 40 vjeç, atëre ju duheni të lajmoni qysh moshën 30 vjeçare për ekzaminime. Edhe mandej aty nuk ka kufizime, munden me bëjë edhe incizimet, mamografin, rezonancë magnetike gjiut, varësisht se çka ju rekomandohet. Sepse kemi thënë që kanceri është dhe gjenetik. Po, mund të jetë gjenetik. Po, në 10%, maksimumi 15% rasteve, është një edhe smundje trashëguese. Nga se njerëzit mendojnë që është krye këput smundje trashëguese, kjo fakt ka qenë edhe një lloj miti se nuk qëndron. Nuk qëndron. Domethënë pjesa dërmuese janë gra që nuk e kanë pas askën të prekun familje prej kancerit, kancer gjirit. Fatkeqësisht kanë qenë të prekura vet. Një tjetër është që masa në gjë, domethënë kokra në gjë, si thuhet në popull, është ajo shenja kryesore që gratë i bën me ardh te mjeku. Do thotë nëse ato prekin me dorë diçka, kjo ka qenë ajo më shumti që referohet te mjeku në kuptimin e shenjave dhe simptomave. Ma mirë me thonë simptomave që i referon vet pacienti. Në kjo ka qenë ajo kryesorja, një masë në gjë. Në anën tjetër, rjedhja prej majës gjirit, ndryshimet, futja brenda e majës gjirit, rjedhja me ngjyrë kuqe nga maja gjirit, kullit në gjë, janë gjitha këto lëkura nëse trashet dhe merr si ajo lëkura e portokallit, skuqja gjirit, që na flet nga njerë për karcinom inflamator e gjirit, janë gjitha këto shenja që na bëjnë që ne duhet lajmërohemi
ke mjeku. E me thonë edhe një fakt tjetër që shpesh këto ligjërata, kur ne i promovojmë dhe tregojmë këto simptomat e referuara më të shpeshtat, ka gra që ngrisin dorën edhe thonë doktoresha asnjërin prej tyre se kom pas edhe jam diagnostikuar me kancer shit. Edhe kjo është e vërtetë. I tregova më herët që janë shumë individuale, që mundem me gjetë kancer gjirit dhe jashtë prej gjirit, mundem me gjetë nën shqetull, anash gjirit, mundem me gjetë vetëm ndryshime në gjandra limfatike, edhe pa pas tumor primar fare. Sepse kanceri ka qelizat. Po është. Kjo është kështu shpjegohet. Po, është edhe një mit tjetër për smundjet kanceroze, po ajo që është e vërteta është që fillon nga një qelizë vetme. Domethënë ne që ndryshe teori monoklonale, për një qelizë. Gjithçka ndodh nga çrregullimi në një qelizë. Kur ajo fillon edhe shumohet në mënyrë të pakontrolluar, kur mekanizmat që e kontrollojnë ndarjen dështojnë, po ajo fillon gradualisht dhe rritet. Po. Doktoresh, si mund të ndihmoj një mënyrë jetese e shëndetshme në uljen e rrezikut për zhvillimin e kancerit? Po, i përmenda më herët që 40% munden me u parandalu të kancerëve në përgjithësi, edhe stili jetesës shëndetshme është numër 1, është kryesorja. E përmendëm aktivitetin fizik, e përmendëm obezitetin, njëra ndër faktorët, e përmendëm duhanpirjen, përmendëm alkoolin, dhe gjitha janë ato që ndikojnë në rritjen e rrezikut për kancer nëse ne i keq përdorim. Cilat janë ata mekanizmat? Se janë smundje kronike, janë kur ndërlidhet edhe obeziteti, ku na ndërlidhet edhe rritja e yndyrnave, ku na ndërlidhet edhe rritja e sheqerit në gjak që ne e quajmë hiperglikemi, mandej rritja tensionit gjakut, që ne këto krejt bashkë këta faktori fusim si një sindrom metabolike që shfaqin një sër smundjesh në aspekte tjera kronike, po që ndërlidhen edhe me smundjet kanceroze. Edhe mekanizmi veprimi tyre është i përbashkët, se nëse flasim për si e quajmë na rezistencë insulinike, atëre ajo ka veti insulina për me rrit aktivitetin e ndarjes, mitogjenik qelizës, angiogenezës, zhvillimit të anëve gjakut, mandej edhe antiapoptotik, domethënë kundër apoptozës, vdekjes qelizës, janë këto efekte që vijnë pikërisht prej rezistencës insulinike. Tjetra është inflamacioni e quajmë ne i gradës kronik i gradës ulët, që shumë çrregullime faktikisht ndërlidhen pikërisht me këtë inflamacion, çka nuk kupton, edhe kjo është arsyeja pse unë ju them gjithmonë që shiqoni, nëse ne një herë kemi keq përdor ose kemi marrë një ushqim me pesticide, me marrja e njëhershme, nuk nënkupton me njëherë që do zhvillojmë kancer, mirë po marrja vazhdueshme e tyre kronike dhe inflamacionet e tilla afatgjate, po që din me qunë kancer. Nga se është vërtetuar që inflamacionet e tilla kronike e rrisin prodhimin e proteinave që janë proteina inflamatore. I quajmë ne janë një grup interleukinave, në anën tjetër atyre që janë kundër inflamacionit, ato i ulin. Kështu që ky çrregullim balanci din me shku prap në zhvillimin mitogjenik edhe angiogjenik në favor qelizave tumorale. Mandej edhe tjetra është indi adipoz, indi thiamor, që e përmenda më herët, që aty prodhohet një hormon që quhet leptin, që edhe ai ka veti mitogjenike. Bile në studimet për kancer gjirit vrehet qartë lidhshmëria në menopauzë të gratë që kanë obezitet qendror rreth barkut me riskun për kancer, me rritjen e riskut për kancer gjirit. Nga se përveç asaj, adipocitet, qelizat yndyrore janë edhe një farë mikroambienti i përshtatshëm për kancerin e gjirit, nga se një farë forme bashkë me to rrisin vlerat energjetike dhe bëhen energjinë që ato lirojnë, domethënë e thithin tamam qelizat kanceroze. Bëhen një lloj mikroambienti që ndikojnë në proceset e zhvillimit të tumoreve apo progresit tumoreve. Domethënë janë këta mekanizma përbashkët, tamam këtyre smundjeve kronike, po që ndërlidhen pikërisht edhe me kancerin. Mujmë me thonë që faktorët e stilit jetesës, obeziteti, në Amerikë, në studimet e bëra, del që diku rreth 17 tumore malinje ndërlidhen pikërisht me këta faktorë. Edhe 9% e kancereve
xhirit në Amerikë vinë kryesisht për shkak mbi peshës dhe obezitetit. Sepse konsumohet shumë fast foodi, Po, kurse tek ne konsumohet shumë brumbrat, fatkeqësisht. Po. Kjo tendenca e ushqimeve të shpejta, evropianizmit, ka bësh të ketë shregullime në aspektin e ushqyerjes si duhet. Mishrat e procesum, Yndyrrat e dëmshme, sheqernat në sasi të mëdha, domethënë gjitha ato që kontribuojnë në këtë drejtim. Apo bëjmë mjaftueshëm si shoqëri për të rritur vedijen mbi kontrollet parandaluese, doktoresh, edhe pse dim që një herë në vit të gjitha mediat, të gjitha platformat informuese bëjmë bujë në muajin roz tetori, por është e mjaftueshme kjo. Kështu, me krahasu me vitet në vijim, domethënë kur Kosova ka qenë në një terr informativ për smundjet kanceroze në përgjithësi edhe kancerin e gjirit në veçanti, mendoj që janë bë hapa të mëdhenj në këtë drejtim. A mjaftojnë? Është normale që nuk mjaftojnë, se duhet punë akoma dhe jo veç një tetor, duhet gjitha muajet. Për shembull tash muaji nëntor është muaji për kancerin e mushkrisë. Kështu që secili muaj ka një target, një kancer caktuar, kështu që bën me qenë edhe me promovu një ide tjetër e re, kanceret në vazhdimsi për secilin muaj veç. Unë me të vërtet jam shumë e lumtur që jeton periudhën e informacionit saktë dhe drejt që është bërë viteve të fundit sa i përket kancerit gjirit në veçanti. Mirë po nga kjo kam përfitu edhe kanceret tjera. Domethënë është fol shumë për kancerin e gjirit, edhe njerëz po ndihen lirshëm të flasin për kancerin në përgjithësi, se kjo nuk ka qenë temë tabu kanceri. Ka qenë temë tabu, në mbaj mend specializim emisionet tona, domethënë kur profesionistët shëndetësor kanë nguru me thonë, ndoshta vërtetën në për studio, edhe në për media të ndryshme elektronike. Kështu që ka ndryshu komplet forma fal shumë akserve në fush. Duke fillu prej komunitetit, se mandej kur nuk po i përmendi, po më thojnë, s'na ke përmend dafin. Gjithë du mi përmend, dua s'ken me harrusat, se cili ka atë impaktin e vet, ka vend për gjithë. Unë mendoj që gjithë munden me kontribu shumë për smundjet kanceroze në përgjithësi. Po e filloj me komunitetin, që lunë rolin kryesor. Po e filloj baza, shoqëria civile, me zonjën Afije Latifi, e cila ka qenë para që ka arrit me ngrit një shoqat për kundër kancerit edhe për informimin e drejt për kancerin e gjirit përmes profesionistëve shëndetësor. Fal vizionit saj, domethënë ne flasim sot lirshëm. Ka qenë ajo e para që ka thyer akullin si një prekur me kancer dhe si gazetare me profesion, që besoj ja ka pas edhe anën kësaj pune, po e kalon profesionin e vet anash për m'ju përkushtu pikërisht informacionit, se e ka ditë rëndësinë e informacionit saktë dhe qartë për mu dhënë në popullat gjithë mbarshme. Mandej edhe shoqata tjera mbas zonjës Nafije gjithashtu. Kujdesi primar, mjekt familjar, që unë kam pa Prishtinën kur maroze, se këtë vetë nuk e kam pa. Dhe që mbajnë seanca tankohen, informator, hartimi informatorve. Kujdesin sekondar në për spitalet rajonale, iniciativat e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, gjithashtu për vedisim, për kancerin e gjirit, me informacionet sakta. Iniciativat e radiologjisë, mjekve, profesionistëve aty, mandej radiologëve intervent, kirurgëve torakal, plastik, neve si onkolog, mendoj, po edhe politik bërzve, do me thënë, duke mos i harru, se jam pjesë shumë e rëndësishme, edhe unë mendoj për gjitha këto periudha që ne kemi kalu, çdo politik bërz që ka ardhur dhe ka ndru politik bërja ndoshta në vend, megjithatë ata kanë qenë shumë mbështetës në kauza të tilla. Duhet me përmend edhe këtë, nga se gjithë bashkë, sepse dhe ata janë njerëz. Po, pra gjithë bashkë mundemi me bë ndryshimin. Kështu që mendoj se ka vend për gjithë. Një që duhet me pas shumë kujdes, informacionin e saktë dhe sigurt dhe qartë. Do të thënë që mos keq informohemi me gjithë këtë fuqi mediatike, mediat që harrova diken, mediat që kanë bërë një punë. Mediat nuk ju harron juve. Okej, që kanë bërë një punë të shkëlqyeshme, një punë të hatashme. Mirë po, e thash edhe një herë, duhet shumë me pas kujdes, se nga një herë mundem me kalun diçka që
flitet shumë, e mandej kështu nuk bëjmë pak, unë jam mirëtare asaj që edhe të flasim shumë, po edhe punë të tjera t'i bëjmë krahas kësaj të folurës shumë që ne e bëjmë. Dhe me thënë, kemi koherent me gjitha zhvillimet gradualisht. Gjithmonë duke pas piksionim, prap edhe njëherë po e përsëris informacionin e qartë dhe të saktë. Kjo ka shumë rëndësi, nga se një keq kuptim mundet me na kushtu shumë. E vërtet. E mande fuqia e mediave, fuqia rrjeteve sociale, do të thënë është nga njëherë e pariparueshme. Ndërsa të kthehet ajo në tjetrën kuptimin e mbarë që ka edhe korrekt, do kohë. Kështu që gjithmonë plasimi i informacionit duhet me qenë shumë i qartë. Doktore, kthehemi edhe një herë ushqimeve, sepse ka shumë mite që thonë që ka lloje të ushqimeve që e luftojnë kancerin. A është kjo një mit apo ndoshta mund t'i dhe në një e vërtetë në këtë mes? Sa do doja të ishte kështu. E kishim pas shumë lehtë. Dhe kishim ngra një lloj ushqimi edhe s'kishim me pas më kancer fare. Ushqimet janë shumë të rëndësishme. Me ushqy shëndetshëm është shumë rëndësishme. Edhe ushqimi i shëndetshëm nuk fillon me diagnostikimin apo me momentin kur ti diagnostikohesh me kancer. Ushqimi i shëndetshëm duhet me u proklamu gjatë tërë jetës. Do të thënë prej kur lindim si fëmijë të vegjël, gjatë tërë jetës duhet shumë të kontribuojmë edhe në këtë drejtim, ndoshta një ide e mirë edhe në përshkolla, kur fëmijët janë të vegjël të promovohen ushqimet e shëndetshme, në mënyrë që t'ju japim atyre një lloj shprehje në ushqimet e mira. Dhe me thënë, ata duhet të ushqehen mirë, duhet dinë se cilat janë ushqimet jo të mira, t'i klasifikojnë dhe të ushqehemi mirë. Kjo ka shumë rëndësi. Normalisht që ushqimet që japin kanë veti antioksidante, se një prej problematikave është lirimi aty në radikale vlira, mandej që na marrim antioksidant për ato mi eliminu, që është gjithçka në rregull, në drejtim, mirë po duhet mi vedisu shumë më herët, duhet me fillu herët. Nga se nuk mundemi të flasim për shembull për ushqimet shëndetshme edhe të proklamojmë ushqimet shëndetshme, ndoshta në bord shkollës shiten pije energjit. Bim ndesh me ato që ne e ofrojmë. Edhe nëse dojmë të flasim për ushqimin e shëndetshëm, duhet të fillojmë shumë herët. Koha më e mirë kur fëmijët, moshat e reja, marrin informacionin, se nga njëra ata ma shumë fitojnë nga shprehit përreth, se sa nga ajo ndoshta që i thot prindi, nana dhe baba. Kështu që duhet gjithmonë edhe shoqëria ndikon shumë. Edhe shoqëria ndikon, kështu që duhet me pas shumë kujdes edhe ambientin ku fëmiu rrin për shembull gjatë shkollës. Dhe ambientet përreth nuk guxojnë me dhënë pije energjike për fëmijët e mitur, për fëmijët në moshën 18 vjeçare. Dhe sidomos se doktori do të ndalesh edhe pak te ky fenomeni që ndoshta nuk është momenti, po kur kur i prekim pjesën e ushqimeve dhe tek fëmijët, e kemi këtë paragjykimin apo këtë respektin thojza që nëse vjen një mysafir në shtëpi dhe bjen karamele, bombona, apo bjen diçka jo të shëndetshme që fëmijët i duan faktikisht, nuk mund ta mohojmë atë sepse janë të shijshme, mirë po nuk janë të shëndetshme për një fëmijë që t'i dërgohet karamele, çokolata, bombonat, për konsum para ushqimit. Edhe ka shumë raste që nënat sidomos bëjnë luftë me anëtarët e shtëpisë që t'i fshehin ato, po. Që mos konsumohen para ushqimit, sidomos para ushqimit. Për mua kisha me u tregu jo reale nëse them që fëmijët e mi nuk i konsumojnë. Thonë unë mbaj mend djalin tim të vogël e pa ta privu prej ambëlsirave sa ishte i vogël. Edhe kur e qova në qerdhe, ka mosha 3 vjeçare, zamra ka qenë popkek, edhe kur nuk e harroj ndjesinë e gëzimin që e kishte marrë kur e ka ngrënë kekun e parë. Do me thonë edhe unë e fillova me qesh me veten, thash mo Dafina sa je mundu kot. Që nuk i kisha privu, se gjithmonë edhe kemi edhe ato cheating days, ato ditë që mashtrojmë nga njëherë. Mirë po jo në sasi të mëdha, se kjo është edhe lufta ime përditshme edhe me fëmijët e mi. Dhe njohin sasi të mëdha që flasim, po kur hyn ti në market, ata edhe nga njëherë janë të parat në derë të dyqanit që po. Kështu që ne duhet mu mundu maksimalisht, po jo duke i privu gjatë kohës, thash nga njëherë mundemi me mbyll nga njërin sy edhe
me konsumu në karamele, nuk na prish shumë punë, po jo me qenë ajo në dozat mëdha në teprica që ta teprojmë. Sasi të mëdha. Si për sheqerna, si për brumna, yndyrnat, domethënë janë gjitha ato që faktikisht rëndojnë organizmin edhe metabolizmin e një organizmi. Pra, çdo gjë me masë. Gjithçka me masë, sidomos sasia. Domethënë kur flasim se ushqimet, nëse ushqehemi rregullisht, ham mëngjesin, drekën dhe darkën me rregull, kjo është një gjë shumë e mirë që ndodh me organizmin, nga se sistemin metabolik e mëson me një ritëm shumë të mirë. Dhe për shembull, se bëjmë praktikë që mas orës 6 mbrëmje mos ngrani më asgjë, mundem me konsumu ujë, po jo me ngrënë ushqime tjera. Kjo është një lloj diete që ti ja bën organizmit. Sepse edhe organizmi lodhet. Edhe organizmi lodhet. Nuk ka nevojë që aparati jon tretës si gjatë gjithë kohës në funksion. Edhe duhet me tentu ato që i marrim mi shpenzu. Nëse kemi marrë sot më shumë, duhet me po aktivitet fizik, mënyrë që mi harxhu energjitë e akumuluara. Përderisa arrim me mbajt këtë balans, domethënë mes atyre që ne marrim edhe atyre që shpenzojmë, normalisht që ajo ka me qenë diçka shumë e mirë. Kur flasim edhe për ushqimin e shëndetshëm, unë gjithmonë jam adhuruese e ushqimeve që gatojmë shpesh, zakonisht, po edhe nganjëherë, domethënë, unë nuk jam rrit me avokado. Unë nuk jam rrit me prodhime tjera, sepse nuk janë tona, me patate, avokado nuk është fruti jone. Unë nuk jam rrit, domethënë me selino, nuk jam fëmijë që jam rrit. Domethënë ka qenë tjetër metode e të ushqyerit. Edhe nganjëherë kur kthehemi mandej këto format, e pson edhe një çrregullim edhe vet organizmi. Do thotë, unë kam pas paciente kur doktoresh jam shumë keq që me barkëqitje kom marrë këto, domethënë krejt rronjt i kish marrë që si ka marrë asnjëherë, thash po ndalni një herë rronjt, e shiqoje edhe kur u ndërprin, u stabilizu gjithçka. Kështu që duhet me shiqu pak, edhe mendoj që ushqimet që i konsumojmë ato të përditshmet, pemt, perimet, mirë po me qenë ushqimet shëndetshme në kuptimin edhe të kultivimit tyre, që nën kupton pa pesticide. Se sot jemi dëshmitar që ka pëndodh me ushqimet, edhe përmenda edhe më herët se nëse i konsumojmë një herë, kjo nuk do thotë që automatikisht ne mundim me zhvillu një smundje kanceroze. Mirë po nëse kjo bëhet një rutinë për vite me radhë, atëherë po që është problematike. Edhe isha mbushtre, e mbajta një ligjërat për gratë që merrnin si grante për agrokulturë, për kultivime, për ambëlsira, edhe kishin ankesat e veta se cila, edhe unë e thash, po është mirë që se cili për anës vet me kry punën mirë dhe me nder. Për shembull, na mos me pas pemë dhe perime me pesticide në vend, kish me qenë ideale. Dhe me pas kujdes, me ju kushtu kujdes se na kushtojnë. Ato na kushtojnë neve në vazhdimsinë të ardhmen. Aktualisht jo, por me një të ardhme të afërt do të na kushtojnë shumë. Kështu që secili nëse kryjmë atë punën tonë me nder, unë mendoj që mundemi me pas rezultate të mira në përgjithësi. E vërtet. Doktoresh, kemi shumë njerëz që kanë frikë të hyjnë kontrollave. Çfarë do të themi këtyre njerëzve? Ndonjë mesazh? Po, e kuptoj edhe për personat që kanë frikë. Megjithatë, mendoj që nëse ndjejmë diçka që është ndryshe, që se kemi pas më herët, vrejmë një ndryshim në organizëm, nuk ka nevojë me u frigu. Kur flasim për kancerin e gjirit, ndryshimet në gjir, mas paku munden me qenë kancer. Dhe kjo kish me qenë ndoshta një thonje ma shpredhënëse. Mundet me qenë fibroadenoma, domethënë janë tumore beninje, që nuk kupton që nuk shumohen, që mundemi mi hasë në gjir, e mas paku mundet me pas kancer. Përqindja më të vogël është kanceri. Kështu që i inkurajoj se nuk ka nevojë për frikë, mund me qenë cista, ndryshime tjera, hormonale, fibroadenomat që i përmenda, mastitet, edhe patologji tjera, e mës paku kancer. Kështu që ja vlen për me shku me u kontrollu, nga se jo gjithçka që preket në gjë është kancer. Dhe në fund një mesazh për gjithë pacientët sa i përket kujdesit dhe shëndetit të tyre në përgjithësi. Kështu, e niset shumë mirë kur thatë për statistikat dhe du me mbyll me statistikat që kur flasim për numrat,
duhet me pas qartë, se pas çdo numri është një jetë, është një familje, është një luftë e tërë angazhim i profesionistëve shëndetësor për me bë më të mirën. Kështu që edhe në interpretimin e tyre, se shpesh jemi ata statistika, edhe në interpretimin e tyre duhet me pas shumë kujdes. Duhet me pas interpretime të sakta edhe të mirëfillta prej profesionistëve të fushës, që mos ngjallin frikë dhe panik në popullat pa ndonjë arsye. Që ta kemi gjithmonë qartë për pacientet me kancer gjirit, për pacientet që janë në stadiet avancuara. Do ta përfundoja me sloganin që e kemi pas edhe me zonjën Nafije në promon që e ka bo këtë vit. E përshëndesim për ndryshe? Po, gjithashtu Nafijen edhe gjithë bashkëpunëtore tjera që shpresë ka, që gratë me kancer gjirit edhe të avancuar po jetojnë çdo ditë më shumë. Shkenca po përparon dhe në një tarme të afërt, ky kancer do të jetë plotësisht i shërueshëm. Trajtimet aktuale po e bëjnë të pamundurën për mbijetesën e grave me kancer gjirit. Nëse vetëm rikthehem 10 vite më herët, trajtimet që i kemi aktualisht as nuk i kam paramenduar. Që unë besoj që nëse takohemi prap pas 10 viteve me trajtimet që do t'i kemi, tani janë të paparamendueshme. Unë besoj shumë fort në shkencë, besoj në trajtimin individual, besoj në trajtimin e personalizuar, e që aktualisht është çelësi i trajtimit pacientëve me kancer. Do të thënë terapi e personalizuar për profilin gjenetik, biologjik, secilit kancer, secilit pacient veç e veç. Kjo është e ardhmja. Doktoresh, faleminderit shumë që gjitët kohë. Shumë faleminderit juve. I dham gjithë informacione për gjithë ata që kanë nevojë të dëgjojnë. Faleminderit me kënaqësi. Kënaqësia ishte e mia. Shikues nderuar, ishim me doktoreshën onkologe Dafina Ademi Islami. Ne do të takohemi në episode tjera. Mos harroni, zbulimi i hershëm shpëton jetë. Mirëmbëjtje.